Atëre, përshëndetje miqtë e mi të dashur, unë jam Edi Yzeir. Dua të tregoj domethënë se si unë e kam nisur shkollën ISTL. Nxitja e parë ka qenë pastori Marcel Firaj, sepse ai kishte kaluar kohë më parë tek ISTL-ja dhe ai gjatë gjithë kohës ai më nxiste për të bërë këtë shkollë. Një nga arsyet pse unë e kam nisur këtë shkollë është sepse dua të futem në të thellat e marrëdhënies me Perëndin. Unë jam këtu për t'ju treguar domethënë miqve të mi gjithashtu dhe kishës time e vetmja mënyrë domethënë për ta njohur Perëndin është se si mund të futesh në të thellat e Perëndis duke patur një marrëdhënie me Zotin. Gjithashtu dua të tregoj domethënë dhe një eksperiencë të bukur që unë kam kaluar në Shkup. Atje ne mësuam rreth frymës së shenjtë, se si punon fryma e shenjtë, se si fryma e shenjtë shfaqet për të ndikuar gjithashtu edhe të tjerët. Arsyeja pse unë jam duke bërë të shkollë është sepse unë dua të lej një ndikim, jo vetëm tek kisha ime ku unë jam aktualisht në këtë moment, por dua të lej një ndikim për qytetin tim, në gjithë qytetet e tjera dhe në këtë kombë gjithashtu dhe në kombë. Prandaj unë jam sot duke e vazhduar të shkollë. Edhe besoj dhe shpresoj domethënë dhe edhe të gjithë ata që po më dëgjojnë i nxis që le ta marrin iniciativën për ta bërë të shkollë.